E ku ka sprovë më të madhe se sa të sprovohet njeriu me fëmijën e tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një rast tregon se vetë Zoti i gjithësisë kur e sprovon njeriu me fëmijën, i dërgon disa melajke apostafat tek njeriu në momentin që i vjen lajmi për herë të parë. Ai e din, po që të mbetet histori dhe të tregohet. Allahu xhalla xhelalu i drejtohet melajkeve duke thënë: "Çfarë tha robi im sa e mori vesh lajmin se i mora një pjesë nga shpirti i tij?" Melajket thonë: "O Allah, tha elhamdulillah. Falënderimet dhe lavdet takojnë Allahut, se përderisa ka ndodhur, ta e din më së miri." Allahu xhalla xhelalu ju thot melajkeve: "Shkoni në këto momente në xhenetet e mia dhe ndërtojini robit tim një kështjell në xhenet dhe vijani emrin shtëpia e falënderimit." Ai fëmijë, pavarësisht se ka ndruar jetë, ai fëmijë është në xhenetet e Zotit xhalla xhelalu. Shumë prej prindërve nuk e kuptojnë këtë gjë. Shumë prej prindërve kujtojnë se po të ishte gjallë, ata do të kujdeseshin më mirë se vetë Zoti i gjithësisë. E këta prindër në atë moment harrojnë se ky fëmijë ka hyrë automatikisht në kujdestarinë e Ibrahimit alayhi salatu selam. Tha pejgamberi alayhi salatu selam, natën e Isras dhe Miraxhit, e pyeta Xhibrilin alayhi salatu selam, kush ishte ai plaku me nur me dritë dhe ata fëmijët kush ishin? Ishte Ibrahimi alayhi salatu selam. Ndërsa ata fëmijët janë fëmijët që vdesin në moshë të vogël, kalojnë direkt në xhenetet e Zotit xhalla xhelalu. Ndoshta ju nuk e pëlqeni diçka, mirë pa aty është hajri. Nuk e dini ju se ku është hajri për ju. Allahu e din se ku është hajri për ju.